Alma, tani dua me sinqeritetin tonë më të madh, kush ka qenë momenti më i bukur, por dhe më i vështirë i jetës tënde? Nëse do të na thuar diçka për një moment që unë e di dhe unë kam qef ta rrefesh sot. Se ndonjëherë rrëfimet të bëjnë mirë në labirint në tru çlirojnë. Ka qenë një moment para 2 vitesh kur konstatova tumor në gji dhe në fakt unë nga natyra jam shumë e kujdesshme për shëndetin. E kemi në kulturë familjare që çdo 6 muaj bëjmë analiza duke qenë në ritmin tim të punës. Unë gjithmonë e kontrolloj veten sepse më duket nuk kemi gjë në dorë, por një shërbim në të tillë duhet ta bëjmë, domethënë. Dhe ishte një limfonodus që unë e ndiqja prej 3 vite gjysmë dhe konstatuam që kishte ndryshuar arkitektura e gjirit dhe mbas analizave të rezonancës kuptova që ishte një tumor i gradës së 2 in situ për fat dhe ishte një përmbysje gjithçkaje. Gjithë bota, kush ishte personi i parë që ja the? Gjithkush. Sepse unë kam edhe me ty e kam ndarë me njerëzit shumë të afërt. Doja ta ndanim me publikun sepse ka qenë moment. Ka qenë shumë dramatike. Dhe sepse unë kisha dinamikën time, unë nuk kisha asnjë klinik dhe nuk e planoja, domethënë kur jemi mirë nuk i pranojmë gjërat. Jo, nuk kisha, domethënë unë pak a shumë edhe njerëzit tash teknologjia përveç ka dhe gjëra të tjera të mira që njeriu hulumton edhe jo vetëm të muzika. Lexon. Dhe ritmi im ishte i pandryshuar. Dhe kështu që e konstatuam ajo që unë dua të jem falënderuese pafund dhe mirënjohëse është Zoti, sepse unë bëra gjithçka gati këtu dhe ai më mori për dorë dhe më njohu me një mjek të jashtëzakonshëm, Oreste Claudio Buonomo dhe Denisa Eskiu, që domethënë jo vetëm ma kanë lehtësuar gjën, por më kanë, domethënë ato ishin disa net mia pa gjumë, shumë net pa gjumë. Dhe për ta shtensionuar pak situatën, mjeku më ka rrëfyer sepse ne kemi ndërtuar një koncert në Tetorin Roz me profesoresh Almen. Dhe mjeku më tha që Alma u fut në sallë duke kënduar opera. Po, ashtu ka qenë. Dhe domethënë dhe këtu tha mendova që unë do i ndërtoj një koncert kësaj zonje të madhe. Dhe kemi bërë vërtet një koncert shumë familjar, ku salla ishte mbushur sikur ndonjëherë artistik. Po, dhe dua të gjej falenderoj shumë profesorin për gjithçka çfarë ka bërë për mua, jo vetëm profesionalisht, sepse ne kemi mjek të mirë, shumë të mirë, por ai ka dëshmuar tek mua një posturë njerëzore të jashtëzakonshme. Pra momenti më i bukur ishte koncerti, se prandaj e lidha gjithë këtë histori që mos ta bëjmë vetëm lot. Momenti më i bukur ka qenë koha e rehabilitimit tim, koha kur drama ime shumë e madhe dhe ky produkt që po ndërtoje pastaj. Dhe të gjithë këto një staf i jashtëzakonshëm mjekësh ishin në shërbim të kësaj drame. Pra, duke i kthyer ato 3 javë në ditët më të lumtura të jetës sime. Prandaj e them me zë të lartë, asnjë grua nuk duhet t'i frigohet një përballje. Pavarësisht se ti po der lot, nuk duhet friksohen. Jo, absolutisht. Domethënë sigurisht këto gjithmonë një njeriu jeton me frikë. Jeton me frikë, unë akoma jetoj me frikë sepse këto janë procese që asnjëherë nuk i dihet, por shërbimi ka qenë jashtëzakonshëm dhe pastaj për nder të profesorit dhe të gjithë mjekëve dhe të Deas dhe të gjithë mjekëve që u kujdesën për mua, unë bëra një koncert së bashku me Timbir, ku jam rikthyer në skenë sepse ti e di që unë kam të vështirë pak marrëdhënie me skenën dhe për shkak të ritmit tim të punës dhe pastaj unë prandaj tash ai ka qenë momenti më i bukur sepse Alma ka kënduar me Ivo Gjikën, që është djali i shumë i talentuar. Ivo erdhi nga Italia. Është ndër emrat më të mëdhenj të Ivo është një pianist shumë i mirë. Nuk kemi shumë kohë mjaftueshëm se doja ta pyesja se si e gjykon rrugëtimin e Ivos Alma, por tani do të lëm hapësirë për të na dhënë një mesazh. Do të takojmë sërish, të flasim. Teuta, si u ndjeve ti pas rrëfimit të Almës? Mund të na thuash dhe ti diçka për gjithë zonjat shqiptare që t'jenë të
kujdesshme të bëjnë ato mamografit dhe të mos friksohen. Më pëlqeu shumë ajo që tha Alma, të mos friksohen. Pavarësisht se frika është brenda. Dëgjon, nuk është kollaj që të japësh direksione, por të them të drejtën, unë frikë nuk kam pasur asnjëherë dhe vazhdoj të mos kem. Unë jam goditur 2 herë, jo vetëm një, po 2 herë. Dhe prapë më duket e çuditshme që edhe po ta kem risk, them që prapë Do përballoj. Në këtë rrugtim kam takuar edhe zonja që thonin është era 5. Dhe ashtu, ha? Po. Dhe ishin aq të bukura dhe aq vitale sa nuk e imagjinoni dot. Unë e dashur nuk kam qarë asnjëherë. Edhe pse në krye të 4 viteve u godita fuqishëm dhe në organ goxha jetësor. Nuk kam qarë, por kam bërë humor me këtë pjesën time. Dhe ti pse? Sepse vetëm ashtu mundet të jesh mirë me veten, mund të flësh atë gjumin që ti thua, ju betohem s'kam ndetur asnjë natë pa gjumë. Sa e fort dhe sa emocionuese. Bravo. Është shumë meriton trokitje. Meriton trokitje. Bravo. Dhe me këtë është inspiruese edhe për mua. Dhe me shumë sfiduese. Po, dhe me mos qamo. Ja dëgjoj se ka plot. Dhe me këtë frymëzim për gjitha gratë shqiptare që nuk duhet prishni gjumin, por duhet vazhdoni jetën, sepse jetën e ka caktuar fuqi mbi natyrshme dhe kujdesi që ti do tregosh për të vazhduar dhe për të qeshur ditës dhe për ta jetuar si ishte dita e fundit e jetës. Se jemi gran fund ditës edhe kemi aq shumë punë sa na duhet dhe me ndonjëherë dhe ti harrojmë marsi grave, ne kemi menduar një dhuratë për Teuta Doçin dhe një dhuratë për Alma Strazimirin që na i ka mundsuar Enzo Atini. Janë syze të personalizuara për vajzat tona të bukura që kemi këtu në studio. Faleminderit shumë Enzo Atini, kudo gjendur. Faleminderit. Mund t'i hapni vajza, edhe ti kontrolloni, edhe ti shikoni. Sa më pëlqeu kjo vajza. Vajza jemi, a jemi të forta, vitale. Këto do kisha zgjedhur. Dhe më mungon të një e tillë. Sepse dia, unë jo formatin e kokës tënde. Faleminderit shumë. Enzo Atini, faleminderit. Tash dua të shihem vetë që se do dukem. Ja ku e ke. Faleminderit Enzo Atini, dukesh shumë cool dhe shumë e re me shumë kinge. Shumë kinge tamam të dyja. Enzo Atini me këtë stil të tregon në një 20 vite më të re, më të vogël. Po, një zonjë bukur. Enzo Atini.